Pas akuzave të ishte përndjekurve dhe aktivistëve të ndryshëm lidhur me projektin për restaurimin e burgut të Spaçit, që sipas tyre tjetërson memorien historike, ka reaguar Ministri i Ekonomisë dhe Kulturës Blendi Gonxhia. Në një reagim në rrjetet sociale, Gonxhia sqaron se çfarë po ndodh në Spaç, duke i quajtur keq informuese qëndrimet se po ndërhyet për të mundësuar realizimin e një filmi. Ai thotë se filmi i regjisorit Namik Ayazi dhe shkrimtari Visazhiti i kushtohet revoltës së të burgosurve të Spaçit të vitit 1973. Sjellja kësaj historie në ekran me vërtetësi artistike dhe etike është detyrim moral dhe kulturor, si ndaj të kaluarës, ashtu dhe ndaj brezave që vinë. Vështirësitë e realizimit të këtij projekti filmik janë të mëdha për shkak të pamundësisë për të rindurtuar kampin burg në një set, gjendjes të jetë amortizuar të sitit në Spaç, nevojës për xhirime autentike në një ambient që ruan ende gjurmët reale të tragjedisë atij vendi. Ministri Gonxhia sqaron se qeveria ka nisur zbatimin e projektit për ta kthyer Spaçin në një muze të kujtesës, i aksesueshëm për të gjithë, pasi konsiderohet si vendi më simbolik i kujtesës së mizorisë së regjimit komunist në Shqipëri. Qëllimi në lidhje me ndërtesat e ish burgut është ruajtja e tyre në gjendje sa më origjinale, duke ndalur prekësimin e shpejtë të tyre, duke i ruajtur ato në mënyrë të tillë që të dëshmojnë këto 3 dekada, në të cilat shoqëria shqiptare është përpjekur të reflektojë mbi historinë e saj të fundit dhe të dhimbshme, në të cilën shenjat e kalimit të kohës mbi ndërtesa janë gjithashtu një metaforë për një destinacion nga kujtesa e hidhur e vendit. Por degradimi aktual përbën dhe një rrezik eminent për humbje të pakkthyeshme të kësaj kujtese. Ai thotë se për realizimin e muzeut, por edhe të projektit të filmit, u kërkua që të bëheshin disa ndërhyrje konservuese për rikrijimin e atmosferës së vitit 1973, ndërsa thekson se çdo përpjekje për ta instrumentalizuar situatën bie ndesh me përpjekjen për të dokumentuar një të vërtetë që për dekada u mohua. Ndërhyrjet nuk kanë për qëllim modifikimin e memories historike, përkundrazi, janë të menduara me kujdes për ta ruajtur dhe pasuruar atë. Në fillim të punimeve, shenjat e rehabilitimit janë të dukshme, por ato integrohen dhe harmonizohen përmes teknikave skenografike dhe restauruese, duke përngjasuar sa më afër gjendjes origjinale të kohës. Sipas ministrit, realizimi i këtij filmi i jep zë atyre që nuk e patën këtë zë dhe tregon botërisht atë që ndodhi në burgjet politike të diktaturës komuniste shqiptare.